Kur të dalin nga mëngjesi qytetari apo qytetarja të mendohet që t'i flasim mëngjes tjetrit. Të mendohet. Apo i flasim në mëngjes njëri tjetrit? Ore, nuk ekziston re. Pse jemi për kështu? E se unë me ty. Jo, përgjithsisht. Përgjithsisht nuk ekziston. Pra, kjo ka çuar edhe tek vrasja. I ka përqa politika popullin shqiptar. 3 forca politike. Partia Socialiste, quhet Parti Socialiste, post-komuniste, Partia Demokratike, Parti Socialiste, post-komuniste, Partia e LSI-s ose e Liris, Parti Socialiste, post-komuniste, sistem komunist me ekonomi tregu. Dëmo, sistem komunist. Tregu qamë për tregu me dreses? Ekonomi tregu me Kinën, me Vučićin, me Putinin, me Melonin, me Grekun. Këto nuk e duhen Amerikanin. Pra ne duhet vrasin në Ramazanin. Pra ne duhet vrasin në Ramazanin. Tu me të vra? Po. Pse? Mbi 20.000 atentate kanë bërë drejt tani. Ndaj teje. I kom quajnë spake, ka se kom quajnë gjithçka. Kanë rasti qetësi tani largoi ka thonë se jemi zbuluar. Mafia është në parlament. Edhe ti e kamufluar kështu me kapele, me... Jo, jam atetari dhe patri më i madh me qytetar. E pas ka lënë dhe mjekër si Edi Rama. Jo, e kam pas me të gjatë, se kom gërshërët si e krasis. Kom gërshërët e krasis kur du, i kom gërshërët në gjep. Pra, kur ti ti kryeministër, edhe berberin do e kursesh, për të mirën e kombit. Jo, unë jam për të shërbi kombit. Po, Për 24 orë, unë zhduk varfërin. 24 orë. Për 24 orë t'ja fjallin. Një 3 pika si do zhdukësh ti varfërin për 24 orë. Po të rëgjës sekretin unë e bani tjetëri. Thotë e zanatën e vetë. Për 24 orë bëj 1 milion pensionin. 1 milion. Për 24 orë, ndimen ekonomike. Për 24 orë, 600.000 lekë të vjetra deri kur t'i gjej punën. Çdo personi. Çdo personi. Kurse Kembi, grupi parë, 600.000. Grupi ditë, 400.000 lekë të vjetra. Grupi 3, 800.000 lekë të vjetra. Grupi 4, 1 milion e gjysëm. Ku do gjesh to lek? Po i ka hangër gjarpri. Fala? Gjarpri. Na treme, ha. Gjarpri pa kam. Kush është ky gjarp pak kam? 120 gjarpri në parlament. Ata kanë këm? Jo, janë pa kam ato. Sa ato kanë bë pazarin, edhe, nuk e thëmë do të do, më falë, kanë bë pazarin bashk, Saliu shiti partinë këtë radhë, bëri pazar me mikun tim, Ramen. E kam mik Ramen, po që kam pa hajrin. Po të shumë mik, mi mirë i keq, kam mik. Edhe po e shikoja në ngjaje pak shumë e Rama. E kam mik, po nuk ka bërë asgjë deri tani. Kurse Saliu bëni pazar, tha, ora më tha. Aman tha, mere pushtetin, tha, më shën Burg. Saliu të shkojnë Burg, ke liri. Dhe të shkojnë rreshto. Rama të shkojnë ma vonë, i funit. Saliu ka thënë që edhe një 10 vjet tjera aty e kemi. Ku e kemi? Kryet PD-s. Saliu do shkoj ke Ilir Meta, të haj gazeta, dhe pastaj i funit arrestohet miku i me Edi Rama. I funit. Masi të arrestojnë gjithë. Po pas kemi shumë gjatë do shkoj. Mbi 5.000 figura politike. I bie edhe një 10 vjet. Sa i Pelingi tha 1.800, mbi 5.000. Atëherë i bie që të arrestohet Edi Rama kur të vej në moshën e Sali Berishës. Jo, në qëse Edi Rama bën një hap pas, ja kom kërku une. Edhe i dërzot të dirë ke unë, dhe bashkëpunim bashk, përkohësisht, dhe sa që kënë të 5.000 figura politike, e në Rama thotë tani, o miku im, hajde më shoti, ke Burgu, dhe më shështi, i se më shkoa dërzohu vetë, se e ke ma të letë, kur të vitet të këj une, të të bi ushime, se s'ke lek, me hangër. Ramës, se unë mori 106.000 lek, kemp invalidi. Bashkone me 106.000 lek vjetra, jeton njëri ju? Ti merë kemp, invalidi? Invalidi 106.000 lek, se 7 vjetë. A jeton njëri ju me 116.000 lek vjetra? Prandaj ti do bësh kryeministër që të rregullosh veten rreth parë, se po rregullove veten nuk rregullon dot popullin. Unë që të rregulloj popullin, e kom rregullu veten, se më kap. E shqisoj me popullin. Po më kap mua jo. Aje val. Sa vite mendon se do duhet për ta mprapsur Ramën? Ramën. Rama po të thamune. Ta tham tani e hapur. Rama
i drejtohem si miku im, qofti mirë, qofti keq, bani hapas ta kesh më të lehtë për para spakut. Kur i thëmë Ramës, të tjertë, kur i thëmë mikut tim, se nusën e di Ramës e kam motër jo biologjike, linda Ramën. Edhe kur i thëmë mikut tim, tjetri tjetë dërzuar, tjetë shkuar, më rinë të më bëmë në parlament, Jon palavra ato. Se unë i shovaljet e Ramës, para se me, u bo, një minutë, para se me, u bo bashkë. Po në shebim të kombit, ajë dori tha, unë dhe bashkëpunem me 9 gradën. Të në 9 gradë doli Saliu në atje në Amerikë, doli në miku im 9 gradë, se e ndori Pelingji, po doli në Rama. E ndori Pelingji. Qa mendimi ke për Pelingji? Për Pelingji, kom qënë tani sa jam shkput. Sa jam da. Sa jam da tani nga ajo seli e partije. Ku e ka Selinge? E ka në Sauk. Do të fusim mik Jo, që ta bëjmë një intervistë me Pelingji. që e interviste. Ja, kështu si po bëjmë bashkë, flasim me Pelingji. Ku ta bëjmë, sa që interviste? Kush është më i madh, Pelingji apo ju? Tani unë pretendoj për të bëu presidenti i Amerikës. Presidenti i Amerikës. Edhe i Amerikës. Pretendoj, re. Që ka më të thella Unë jam gjërat. kundra Vučićit, kundra Putinit. Edhe kundra këtij Trumpit. Jo, me Amerikën jo. Me Amerikën tutëm. I ka miq, je partner. Je partner. Nuk flas me atë, nuk shaj une. Unë nuk shaj. Asnjëherë une. Mund nga energjia dhe mund gaboj. Po sa më gabova. Më fal. Kurse Rama të bëjnë një pas sa më shpejt. Të morim fatet e Kombit Shqiptar dhe të Republikës Shqipërisë. Pastaj i fundit, do shkoj Rama në Burg. I fundit dhe që ju me dorë time. Shpresojmë ta mbash fjalën. Tani, o djalë, o ja ku je këtu, nuk më të pitë nga si je shqiptar, në që se Rama më thirë mu, u urdhro Ramazan, o miku im, bo qartë dush tani, se unë e kam bërë, mund të më shesh në Burg, e di unë, ti të shkëj fundit, thamune. Nuk ta qosh në Burg direkt. I fundit të shkoj Rama. Shikoj një si vujnë tjerët, pasaj shkoj. Ja, kur të shkoj Rama, s'ka ngel mo. Po më që ta mbash për shtetin? Apo do vendosë shtjerë? Do nxjerr administratën me të kulluar, që nuk vjedh. Ja, hajduti. Ikëm. Tani, për ma tepër, a thu, Do ta shohim me kalimin e kohës. Pelingji, kur të doni, me thirrni në intervistë në një stacion televiziv ju, unë e kam Ramazan Rushi, kandidat për këtë partie për Shqipërinë e Madhe, jam unë për Shqipërinë e Madhe, kandidat për Shqipërinë e Madhe, unë jam. Kurse, ati kur tulemi, tjenë edhe këto Saliu, po Saliu s'ja ma marë, Ecim ndërkohë, duke folur. e për mirë, si të shti, kurse, Saliu nuk ja ma me ba intervistë me mu, ka alergji. Ja, do t'ja qënë Ati që ka bo Saliu, pëdoja. Kur i kërkova unë një dhomë një banjë në Tiranë, para 10 vjetësh, për të kuru njerëzit, se unë jam e në hoqë, edhe mjek popullor. Ato thanë, ne nuk e kemi pushtetin, pra dolën super kriminella, anti-shqiptar. E nuk thëmë kështune, Shqipëria shqiptarve, vdekja trastarve.